sepse na po e shohim tash njerëzit në ditën e dytë Bajramit nuk po mundesh me i gjetë shtëpitë e tyre. Është mirë secili prej nesh me bën një farë rregulli, po e zom ditën e parë pret musafir, ose e kundërta, ditën e parë shkon musafir. Po ditën e dytë pret musafir. E disa, ndoshta ditën e parë po presin musafir, edhe po shkojnë musafir, ditën e dytë ose po mbyll telefonin, ose po shkojnë jashtë vendit. E ajo që është më interesante këto vitet e fundit, kur po lidhet Bajrami me fundjavën, me vikendin, po e zonë me tejtën e xhumanit, shtunë e dile, çka po bojnë? Ditën e parë po rritej pas dite, edhe po e marrin gruan edhe fëmijën edhe familjen, edhe po shkojnë ka Bregdeti ose ka vende turistike në Shqipëri apo nëpër vendet e tjera. A është në rregull? Jo, nuk është në rregull. Unë s'po them që është haram. Mirë, po tash na po e thënë me keqardhje, ne kem 3 raste kur po bashkohemi gjatë vitit. E para, Fitër Bajrami, e kemi rastin, e dyta, kur bëjmë Bajrami, dhe e treta, nëse na ndodh në rast vdekje. Bilonë ka njëherë kur po pyesin, a bën me hek që të pa me në krejt. Po i thëmë, lene, se që aty po shihmi, me kusheri, e me daj, e me nipa, e me mbesa, e me tafërm, e me meq, e me kojshi, e me dashamir. Edhe bod mire këshin pas tonë gratë, shërakja dekja u pomë. Thonë një me vend është, se vëllaj me disa, mos me pas vdekja, 10 vjetë nuk ishe. Se për Bajram nuk ta qel telefonin, ose nuk pranon vizita, andaj është mirë pak me ndalë edhe me mendua, që në po kemi na shumë kohë për mu taku shpesh, faktën këta 2 Bajrame, të bojmë ditën e parë, shkojna në për vizita. Ditën e dytë i pranojmë në mësafirt. Nëse na jepet mundësia dhe ditën e tretë në rregull, nëse s'na jepet faktën ato 2 ditët e parë.